sepse për me evitu krejt krizat politike, do të bëgi vullnat i madh dhe bashkëpunim i madh të gjitha partive politike në Kosovë edhe gjitha grupeve të komuniteteve etnike. Po. Çdo lëvizje të gurve politik ose në shat, dikush do të del pe kësaj edhe mandej vazhdon gara, sepse nëse sillemi kështu, pat pozicion do të jemi për një kohë gjatë. Fatmir Bytyqi, thotë përshëndetje kushtrim për ju dhe të ftuarit në studio. Përshëndetje Fatmir, ne kemi shikues të rregullt. Pyetje për zotin Haziri. Nëse LDK dele treta në zgjedhjen 28 dhjetorit, a do të dorëhiqet Lumir Abdigjiku, po atë mbrëmjen nga kryetari i Lidhjes Demokratike? S'kemi zgjedhje për kryetarin e LDK, s'kemi për qeveri. Po pyet kështu kuptimin e përgjithësisë dhe llogaridhënies. Atë pyetja është e gabueshme për mua. Apo po thonë nuk është në adresë duhur. Është duhet në adresë të tjetër. Na kemi, realisht e kemi edhe standardet politike të mbrëmshme edhe rregullat e mbrëmshme, të cilat do të subordinohemi natyrisht. Agron Rexhepi thotë përshëndetje kushtrim pyetje për zotin Aziri. Pse Lidhja Demokratike e Kosovës gjithmonë po pret të bashkangjitet dikujt në koalicion? Hera e fundit që i keni fituar zgjedhjet është viti 2004. Pse ndodhi një gjë të tillë? Është vërtet, është viti i Arsenalit edhe LDK-s. Por Arsenalin nga ju. Po Arsene Wenger ka fituar ti. Invisible s'ka qenë, po me momentin me Thierry Henry. Performant në Real Madrid i keq. Edhe Ibrahimova, natyrisht. Ne kemi vazhduar me bë luftën politike gjatë gjitha kohëve, por neve ka qenë primare ndërtimi i shtetit, shtetformimi dhe finalizimi i këtyre politikave. Nuk ka qenë shumë e rëndësishme lufta për vendin e parë. Edhe natyrisht që neve na kanë dëmtu ai pragmatizmi dhe bashkëpunimi politik, por ne jemi të lumtur dhe komod me efektet politike që i kemi dhënë në këtë rrugtim të madh politik. Nuk ka qenë dobësi përkundrazi. Adem Ganiu po e rikthem. Adem Ganiu pas ka rendit një koment shumë gjatë, po e ka një pyetje. Lutfi Aziri ka mbyt 2 dekada në politikë. Po çfarë i keni sjell ju Xhilanit në veçanti si pyetje? 35 vjet, pse 2 dekada? Po kështu ja ka pas ka thujt ky. Po ani tash shpjegoj aty. Ademit. Pe çto në vjetë që i kam unë, 35 vjet, 36 vjet i kam në LDK me 4 mars vitit dashëm i bëj. LDK ka 36 vjetorin me 23 dhjetor tash. Edhe krejt aktivitetin tim edhe angazhimin tim politik e kam LDK. Këtë që ka i kom zgjedh Xhilanit dhe Kosovës është pavarësia dhe kontributin lirin, pavarësinë e demokracinë e kësaj republike, dhe nuk jam njëri prej politikanëve që ka hyrë me ndërtu veç kanalizime rrugë, po me ndërtu liri për familjen, për individin, për qytetarin, për familjen, edhe për atë dhe unë temë. Kjo është qëllimi jam. Unë jam idealist, jam hy idealist, komet, idealist, komentar për kësaj politike. Nëse flasim për projekte, programe edhe projekcionet e veçanta, është këtë diçka tjetër, ato janë kërkesat kohës. Përderisa Xhilani ka me ti braktisun edhe me tute, i përjashtum, misioni jam është me rujt. A jeni fajtori kryesor për autostradën në autostradën që kom fillua? Po. Po natyrisht unë jam fajtor që kom fillu, po kërkos shumë e përfundon, dash problemi është që unë si deputet, qëllimin kryesor këtë mandat, edhe mandat tjetër ku me pas, me përfunduat autostradë e cila kryet për 16 muj, deri në Gjilan. Prej Gjilani deri në 10 varë, duhet edhe 2 vjet tjera. I dëgjova disa ide në Ana Morav, kur ishim një ditë, që më thanë që autostradat do duhet ta ketë emrin e Lutfi Azirit. Faleminderit kuna e ka kujtu, po inshallah nuk ndodh më e mnu për zgjalli. Se nëse lihet mas kësaj na shumë vonë. Okej. Muzafer Avdyli, pyetja e fundit. Përshëndetje kushtrimet të nderuar panelist. Dhe zotin Aziri e përshëndes në veçanti, thotë nëse lëvizja vetëndosje nuk e kalon 50%-shin, a do të përpiqeni ta bëni një qeveri të ish opozitës? Po me vetë faktin që bën pyetje tilla parashtrohen nëse 50% e 50%, kjo nuk i përgan një qytetari i cili beson ndryshim, do të me beson ndryshim, vetëvendosja do të me dalë partia e dytë. Partia e parë kush del? LDK-ja do të me dalë partia e parë. Kjo sa realiste? Po është e mundshme. Është e mundshme? Unë në kohën me zotin Matoshi kur po flasmi,
Ju e dini që ka pasën në 98 njerëz në Kosovë që nuk kanë besu në Republikën e Kosovës. Vetëm, unë jam liru për i burgut Gjilanit, Ka vetëm, rezultat në olë sot shumë shtetit. Që s'kanë besu. vetëm 4 ditë para bombardimeve të NATO-s, është thonë që NATO s'ka me bombardu. Edhe s'ka me ndodhë. A ju dini që vetëm 24 orë para shpalljes pavarësisë Kosovës në 16 shkurt, 2008, zoti Kurti e ka pas deklaratën që pavarësia e Kosovës nuk ka me ndodhë nesër. Edhe a dini që koha ditore ka pas editorial të një doktorit shkencave në juridik, të premten e fundit të shkurtit të vitit 2008, në mënyrë dogmate juridike që ka shpjegu që e drejta ndërkombëtare nuk e lejon shpalljen e pavarësisë Kosovës. Po këtë këtë mendime, besime të kohës, situatave, çka është e mundshme, bëhet. Është e mundshme me ndodhë një ndryshime